ndër shprehjeve fjalorit që përdoret edhe ne vazhdimisht e kemi dënuar dhe jemi mundu me manifestu me qëndrimet tona, qoftë edhe kur argumentojmë dhe kundër argumentojmë dhe njëri tjetrit, nuk përdorim shprehje të cilat nuk i kanë hije, nuk e respektojnë as televizionin, as shikuesin. Mirë, po kjo është një debat tjetër. Me kretë respektin. Sot ka ndodhur një ngjarje shëmtuar për demokracinë. S'ka këtu sepse nxit dhuna verbale. Do të flasim për dhunën verbale që na ballafaqohemi secili këtu në studio, nëpër rrjetet sociale edhe secili prej nesh mund të ofendohet në forma të ndryshme, por kjo neve nuk na jep të drejtën të shkojmë të kryejmë një vepër penale dhe të ballafaqohemi fizikisht. Këtë mesazh Zoti Pozhari, si me ju qas ne për shembull, jo në komentën në Facebook. Ai luta vetëm tregon. Si me ju qas ti, kur ty për shembull unë këtu në këtë studio kam dënu raste të cilat kanë shkruar në Facebookun tënd që kam thënë i dënoj fuqishëm. Qysh me i dënu këto raste që më i largu? Çdo përgjigjem po kam qenë ditë. Po ta kuptoj shqetësimin. Në momentin kur unë mund të ndihem i kërcënuar, i ofenduar rëndun, kam rrugë të tjera. Cilat? Rrugë të tjera që mund të ndjeki, mund të shkoj në polici, mund të padis. Sa raste deri më tani ka ndodhur në Republikën e Kosovës? A më shtrove pyetje, se tash te po më duket s'ki durimin me dëgju përgjigje. Kam durimin. Vetëm lejo që ta bëj këtë distinksionin. Do thotë, nuk është a priori dhuna fizike. Në momentin kur shteti dështon, në momentin kur ne do të kishim një shtet që do të na mbronte, atëherë ne mund të vinim në shprehje që ta marrim ligjin në duart tona. Mirë, po rrugë ligjore janë ato që duhet ja uqojmë mesazhin shikuesve se mirë tha Selami nuk ka ndodhur midis dy njerëzve të rëndom, se gjërat e tilla fatkeqësisht ndodhin, ke kronika plot të zeza që ndodhin për leshje fjalosin e përkave, veçanërisht në moshat e reja. E që është fenomeni ke... Politikanëve po duhet më denu, se mirë, po nuk ndodhë dhe shpesh, Selam, se ne i patëm disa fushata... Ndodhë edhe në kuvent, po veç duhet me... Në qëfë se Pozhari, i bje që shteti ka dështu. Në qëfë se mbështetim nga kjo. I bje që shteti ka dështu, për dërisa ka kaq shumë sulme, të personitetit, vendime emocionale... Durimin me ndëgju dhe pra mos më heqja për këtë farë shpërje se kam durimin vetëm që ta bojnë këtë ndarje, se më të vërtet nuk mundemi sonde me folë, por gjuha. Po, gjuha është problem edhe na kena me mujt me diskutu çdo natë. Edhe me bë mesazhe që s'duhet jemi të dhënshëm në të shprehur. Edhe që gjuha dhe më shumë se plumbi. Absolutisht. Edhe krejt këto janë të drejta, po kjo nuk të legjitimon dhunë. Dhuna fizike, sidomos në skem politike, është vrasje demokracisë. Është vrasje demokracisë. Përderisa ka kaq numër të madh të përdorimit të gjuhës se cila lëndon, i bie që shteti ka dështuar në parandalimin e këtyre. Sonte, për fat të keq, jemi duke i trajtuar zotin Lushtaku dhe zotin Mehani. Dakor. Kushdo që tjetër pyetje, ne duhet ta themi qartë, prerazi, s'ka vend për dhunë fizike në kuptimin veçanërisht kur ka rivalitet politik. Pajtona plotësisht që tha do duhet që të kishte reagim të shtetit. Por problemi është të mendojnë ku është shteti, ka dështuar shteti për arsye se numri është i madh që është rrit i këtyre të cilët po e keq përdorin ta shkëlqyturën fjalë publike duke ofendu, por shnu edhe gjitha metodat. Kur tham të gjithë këtu që duhet shteti sa më shpejt të reagojë dhe të na jep informatat e plota që ne mos të hamendsojmë. Sepse tash i palë do të pozicionohen, secila mund të shkojë edhe landa në gjykatë. Dhe secila mund të krijojë tash një procedurat e rregulla duhet trajtohet me urgjencë për shkak që mos po themi parandalon këto raste. Absolutisht. Duhet se në momentin kur duhet të sqarohet çka ka ndodhur. Po, momentin kur duhet një gjë të tillë, duhet njerëzit të thirrën në pyetje. Po dhe për sqarimin duhet me urgjencë. Njerëzit duhet të thirrën në pyetje në momentin kur janë për shkak situatës, për shkak kontekstit. Edhe situatës edhe tasoj që u përmend disa herë. Pozicioni tyre personalitetet që ka. Absolutisht. Por problemi është unë po pajtona me që mund ta kenë ato pajtona me këtë shpjegimin. Po, momentin kur kalohet në divizionin e dhunës fizike, atëherë bëhet me problem që s'po duhim me i përsërit fjalët e paraforcëve. Tani, unë po pajtona plotësisht që rrugët ligjore në cilat është dora e shtetit janë më të mira, por në qoftë se bazohemi nga kjo dhe nga ky numër, nga ky rysh i madh i këtyre falongave të cilat shkruhen para monitorit, pa ditë efektin që kanë, atëherë bie që shteti ka dështuar, për arsye se në gjykatat tona nuk është numër i madh i njerëzve të cilët përballen me drejtsinë si pasojë atyre çfarë kanë shkërravit nëpër pallavraxhit nëpër Facebook.
e cilat ato pallavra kanë efekt drejt për drejt në emocionin, identitetin, personalitetin e Kjo njeriut. pak është edhe faji jonë, që ne po e marr përsi persone vetë shoh se si atakohem dhe nuk shkoj me i paraqit. Sepse e di që është moment afekti dhe megjithatë tregoj një Gjithatë që është duke u zhvilluar me shumën e të shameve, linçimeve, gjykatët do të kishin shumë punë. Kam përshtypjen që ekstrem është organizim politik. duhen drejt një kam fushat drejt edhe politik. këtë S'është afekti. Fiorenti, momentin kur më komentojnë 100 njerëz me të njëjtën gjuhë dhe me të njëjtin kontekst të përmbajtje të asaj që duan ta shprehin, unë e di që është organizuar. domethënë A do të mund kemi kështu që palonga. partitë politike sonte, dalim me një deklarat për bashkë.